Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Një program I ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids, me disa nga fëmijët më të çiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ajla, e gati. Kam një surprizë për ty. Ha, ma? Kam një këngë. Këngë? Për mua? Për të ma kënduar? Po. Ha? Nga Dibra. Nga Dibra? Hajde, ja. Hajre din pasha, o po I vjen ora di, I brëz valo ku janë, këto malet e di. I brëz valo ku janë, këto malet e di. Brëz valo ku janë, këto malet e di. I brëz valo ku vento, mornat fushto gjëri. I cës vajno ku vento, mornat fushto gjëri cës. Shumë e bukur surpriza, më pëlqen shumë. Kush ka thënë që jam nga Dibra? Mam. Mami? Ke qenë ndonjëherë në Dibër ti? Po. Vërtet? Po. Ç'ke bërë aty? Hiç. Po pse ke shkuar? Se kam një daje. Ah, ke një daj nga Dibra? Po. Si janë Dibranët? Të mirë. Mirë? Të gjithë? Po. Mm? Po. Çdo të diel shkoj nga Dibra. Çdo ditë shkon në Dibër ti? Po. Unë e di sa kohë kam pa qenë. Mund të kem shumë kohë pa qenë. Si është tani atje? Bie bor. Është ftohtë. Bukur veç, e? Po tjetër? Hiç as një gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër? Çfarë bëjnë ata Dibranët atje? Hiç. Pastroj rrugët. Pastroj rrugët e Borës? Po. E Bora? Po. Dhëmbët ku kanë shkuar? E kam mel. E kam hedh në tarac. Pse? Po më hedh. Në Tarac? Po pse në Tarac? Ti marrë dallandyshja dhe të bëj fole. Pse dhëmbët hiqen, I merr dallandyshja, Po, edhe bëjnë fole. bën një folje me dhëmbët e tu? Se dija vërtet. E pastaj ç'a ndodh? Flen. Flen. Po, Te foleja, po, me dhëmbët e tu. po. E ti pastaj? Më dalin dhëmë të reja. Të dalin dhëmbë të reja. Më ka dal njëri. Të pas ka dal. Po tjetri? Ja, Kur del ai? më vendi. E nëse nuk del? Dorë jashtë. Amar, ti ke motra vlezër? Ja, As motra vlla? ja, Çuni vetëm? po, Po ti s'ke kërkuar mamit në një motrë ose në një vlla? ja. Pse? Në 3 për vete. Pse? Kot. Cila është loja jote më e preferuar? Makinat. Qa makinesh? Bugatti. Bugatti. Si janë Bugattit? S'kam parë ndonjëherë. Të bukur. Bukur? Të shtrenjta? Po. Sa kushton një Bugatti? Një Bugatti kushtojnë $1 milion. Jo, mos ka mundësi. Po, $1 milion një makinë? po. 2 Bugatti shkojnë $2 milion. Po 7 Bugatti? $7. Okej. Po në qoftë se marr 10 Bugatti, për shembull, ka më ulë çmimi? Ja. Pse? 10 Bugatti bëjnë $1.000. $1.000, 10 Bugatti. Po, a nuk I bie të marr më mirë 10 Bugatti se një Bugatti? Po. Më shtrejt. Më shtrenjtë. Po. E kuptoj. Ty, për çfarë shpend... Për çfarë... Ty, çfarë... Qa bën ti kur ngatrohesh kështu si puna ime? Apo s'gatrohesh ndonjëherë? Ngatrohem. Nuk ngatrohesh asnjëherë ti? Ja. Shikon si unë ngatrova, si budallaqe.
Pse jam unë kaq budallaqe? Dhe nga trohesh. Budallin nga trohen. Po. Po pra. Dëgjoj, pritë doja të të pyesja një gjë të bukur. Çfarë të bëri ty sot të jesh i lumtur, i buzëqeshur? Të vija këtu. Qa të thanë para se të vije këtu? Qa porosisht të dha mami? Tha, rimi, mos rri kështu si bus, mos u përgjigj. Mos rri si buf? Se si rrin bufat? S'din që të tha. Me sy hapa apo me sy mbyllrin? Mëse ha. A ka njerëz që njefti që rrin si bufa? Gjithë. Kush? Gjithë. Gjithë njerëzit rrin si bufa? Po. Ku janë njerëzit që rrin si bufa? Ku rrin? Në Barcelonë. Ati rrin si bufa? Po. Në Barcelonë? Po. Po këtu në Tiranë si rrin njerëzit? Tamam. Qa bën njerëzit këtu në Tiranë? Iq bredh. Bredhin? Po. Tjetër? Ecën. Qa do të bësh ti kur të rritesh? Do të bëhem punëtar. Punëtor? Okej. Qa pune? Të bëj pallate. Të ndërtosh pallate? Po. Po pse? Ka të po pëlqen. Të pëlqen të ndërtosh pallate? Po. Qa pune bën prindit e tua marë? Mami është shet rroba. Shet rroba? Po. Aha. Kurse babi është një inxhinier. Drejton. Drejton. Pra ti do të bëhesh si babi o si mami? Po. Pse? Po, është punë e bukur. Është punë e bukur. Kush fiton më shumë lek? Babi. Sa lek fiton? €50 në ditë. Po mami? Kur t'i vije rroga. Nuk e ka me ditë ajo. Se ka kështu që i merr çdo ditë. Vetëm babi i merr çdo ditë. E si ja bën ajo? Iq me lekët e babit. E kanë zgjidhur kështu. Po. E për çfarë i shpenzojnë lekët më shumë ata? Për të hëngër. Tjetër? Për të mbledh ato që libra gjëra për mua. Vler gjëra për ty. Po, silolapsa. Silolapsa. Po, se më ka marru sot. Ka marru sot silolapsi? Kam shkruaj të pagom. Bra një gabim në apërtiti zysha. Qa thua? Qa ka bimi bërë më? Një fjali. E bërë keqe? Po. Pse vërtet kjo zysha jote? Po vërtet. Me më një zysh që shoku im, se sa kjo zysha ime. Vërtet shumë kjo? Po. Po pse vërtet kjo? Kot, palitja. E keni frikë të zyshën? Po, gjithë. Qa është frika? Kur ajo është me i fort e refa të doptin dhe ne kena frikë. O, Amar, mami dhe babi, e kanë gjanë njëri tjetrin? Po. Ja, e diti. Po e di, se shpija mu. Mërzitëm dhe njerë me njëri tjetrin ata? Mërzitëm se nuk mi jep lekët, po nuk dua të t'jap. E qa i thua ti? Bravo. Bravo, kujt i thua? Babit. I thua babit bravo? Pse i thua babit bravo? Se mi jep mu lekë, jo mamit. I kam thënë mu si jep mamit. Nëse do t'i bëje ti një ditë rregullat e shtëpia jote, qa do vendosje ti? Rregulli numër 1. Cili do ishte? Do laje xhamat. I keni palar? E dyta do merja me i mangat. Okej. E treta do merja plurat. Okej. E katërta do laja vendin. Okej. E katërt do ndoja perdet. Edhe për pisjan? Po. Aha. Do rregulloj krevatin. Do e kuros robet. Do fus robet në lavatrice dhe do nxjerr ato të tharat. Po, shumë mirë edhe ajo duhet bërë. Pastaj ato që u lan do i ve pap të tela. Shumë mirë. Do rregulloj divanin. Do pi një kafe për vete. Okej. E pastaj do vazhdoj pra punët. Pra punët? Po. Pa pushim? Po. Po, ti do qenë ke shumë punëtor. Do pastroj banjën, do pastroj lavamanin. Gjithë të gjëra. Do pastroj denjë jashtme.
Aha. Po normalisht kush i bën këtë punë? Do pastroj atletet, Po, dhe ato duhet pas. do pastroj tapetin e jashtme, edhe pas në dulem qof televizor. Për qef. Pa, Kush i bën normalisht në shtëpinë tënde këto punë? mami. Mami? Pa. Apo edhe babi? Babi jo, shak me mu televizor. Babi shef televizor. Po na herë ndihmoj dhe unë mami. E ndihmon ti. Po. Babi? Në televizor. Mm. Shqyr që bën të shtunën të martën. Marta dhe shtunën vjen? Pa, Pse? Ku është pastaj? punë. Arrin, punë pjesën tjetër të kohës. Po, Të mërzit ty kjo gjë? Po. Qa të pëlqen ty të bësh në kohën tënde të lirë? Kur nuk janë shkollë? të hap bukë, të rrim telefon dhe të flej gjumë. Qa bën telefon? Shof kukla. Më thuaj 3 tipare që ka një çun i mirë dhe 3 tipare që ka një çun i keq. Çun i mirë, qa bën? Rri pak në telefon, më shumë lexon edhe flen gjumë. Okej. E çun i keq? Rri gjithë ditën në telefon, nuk bën asnjë gjë, nuk lexon edhe nuk shtrihet me flet gjumë. Është i dëmshëm telefoni për fëmijët? Po, edhe tableti, edhe kufjet. Edhe kufjet? Po. Qa bëjmë të? Po të ngrej shumë zërin, kur jem me kufjet, të dhem daullja. E veshe. Ku është daulli? Në fund. Prita shikoj? Nuk shikohet, është thellë. Jo, mos e shoh unë. Prit. Prit. E pash. E pash. Që nga si daulle? Kështu. Pa. E ke parë? Shifë daullin time. Nuk shikohet da që mirë. Jo, afro. E pash. Qa ngjyrë është? Ngjyrë pink. Gocat e kanë pink. Në ta kam të kuqe. Të kuqe e ke ti? Prit e shoh ti? E ke blu. Blu. Por qa na duhet kjo daullja? Për të dëgjuar. E nëse nuk e kemi? Nuk dëgjojmë. Nuk dëgjojmë me daulla? Kush na e ka vënë të daullën këtu? Zoti. Kush është Zoti? Zoti, ai që ri në qell. Qa është për nuk e di jo? Zoti. Që na jep të hajmë bukë, na ka dhënë veshët, na ka dhënë hundën, na ka dhënë kokën, na ka dhënë edhe trupin, edhe këmbët. Për çfarë ne ka dhënë këto? Për të hecur, duart për të mbajtur gjëra, kokën për të shikuar me syt, të vendosim syt këtu në kokë, për edhe gojen, edhe hundën. Ne ka dhënë Zoti këto? Po. Kush janë më të mirë, çunat apo gocat? Shumë. Pse? Katë. Së mbajnë gjëra të rënda. Çunat? Po. E gocat nuk bajnë? Ne. Mbajnë gjëra të lehta. A do ta shikosh se sa gjëra të rënda mbajnë? Shiva. Ka të ngrej do të në një dorë. Provoje. Edhe me dy duar për deshe. Provoje. Me një dorë i derë gjitha unë. Provoje. Nuk di të bëj dhe aq mirë. Po pres. Nuk di të bëj dhe aq mirë. Veç me dy duar e ngrej. Veç me dy duar, provoj me dy duar. E rëndë, e shikon. Ashtu dhe. Cili është ushqimi yt më i preferuar? Makarona me salsë. Shumë i mirë. Edhe mua më pëlqejnë. Edhe picë. Edhe mua. Po në picë nuk ha dot. Pse? Se më bëhet barku shumë i madh. Unë i ha. Ty s'të bëhet barku i madh kur ha pica? Në herë. Ha. Po kur ha makarona? Hajtë. Do ham një makaronë të mirë bashkë. I kam porositur. Mi jep një pak makarona që kam porositur, please. Mbaruam intervistën, në? Okej. Ta bëjmë kush i haj pari. Po. 1, 2, 3. Kam fantastike, kam shumë qef të makaronat me salsë. Pa të mirë.
Të mija që ku pas kanë në qikë si shumë krip. Edhe të mia. Kanë krip? Ashtu, a? Unë thëmë përësis edhe një tas tjetër. Ja? Pse shpërt? Vesh boll. Këtë drejt. Po qena shumë të mira. I kanë edhe sheqer. Qa thua? Pa. Ja, mos ka mundsi. Pa. E si kanë dalë me sheqer? Hajtu. Kam bana e makarona me sheqer. Era parë. Njëra e parë. Po. Do më pikturosh këtu, me këto lapsat e bukur. Pa. E kungu. Një kungull. Pa. Për çfarë kungull na duhet? Këto gjëra Halloween. Gjëra Halloween, jo. E disha do më pikturosh? Do më pikturosh atë që për ty është lumturia. Çfarë do më thënë për ty lumturia? Qysha. I ka si gri. Kam një dhuratë për ty, Amar. Ta shikosh edhe do më thuash. E pranon si fillim apo jo? Po. E pranon? Pëlqejnë dhuratat? Okej. Do më thuash nëse të pëlqen apo jo. Po. Nëse të pëlqen, do ta mbash. Nëse nuk të pëlqen, do ma japësh për çunin tim? Pa. Okej. Hape. Nga këtu. Po, më pëlqen. Prita shikoj. Qa është? Trika. Prita shikoj nga nga tjetër. O, sa e bukur për çunin tim. Unë atë pranova. Po që ka shumë e bukur për çunin tim. Unë e pranova. Unë nuk thash jo. Po bëj shaka. Ta gëzosh, është e jotja. E di. Do ta veshësh? Edhe kur të më vonë. Më vonë. Okej. E rëndësishme është që të pëlqen. Faleminderit që erdhe, Amar. Kraj. Ky program u mundësua nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.